Une nuk, po mos isha prezent, tisha para televizionit me ndëgju e kësha ndërgju rëfimin, por kam përvoj atë shumë në zgjedhje sa nuk mund të apranoj trenin bulgar në përmasat e 130.000 fletë votim. E para është e pa mundur. Një shkollë, flamur, i ka 10 kuti votimi, 10 klasë ose një qendra votimi. Qendra e madhe. Edhe për të hyrë në shkollë, ti e ki masën jashtë. Nuk është e pa mundur me bo trenin bulgar në qëfar do shkolle. Mundet vetëm në zona periferike kur mund lunë për një deputet. Në zonat mëdhaja, kur janë 10-20 kuti votimi mrena në shkolle, është e pa mundur. S'ka asë një shansë. Baton. Asë gjë. Je duke... Baton, Baton. Futet fletë në gjep, Po ku e fletë fut fletë në gjep, ajtë ma thuj. Fleta futet në gjep. Si? Fleta futet në mbushur në gjep. Po si? Vetëm 30 sekonda të jasëri. Shkon të zyra, i thame, petë zyrën e Erion Brashës. Bravo. Merë fletën e votimit të gatshme, të mbushur dhe shkon... Merë fletën e votimit të tjerë. Fletën e votimit të pa mbushur e fut në gjep. Gjerat nga gjepi dhe voton, dhe shkon prapë dorëzon fletën e votimit. Po fletë, qërë vetëm në një zonë... Se thjesht si procedurë, po më të përshajor procedurë, unë po ju them ke provu një element. A ke provu? Unë kam qenë në 4 vende me kësi kriza e këtë nësi veshgu si zjedheve. Baton. Një prej zonave ka qenë edhe në Ukrajinë, në Odessa për shumë. Unë ka parë në Shqipëri njërë. Atë dhe mundi që... Shqipëri ka ju që 2020 në Bulgarë, Rusin e Rusot. Dëgjo, Baton. Ti do kishe të drejt në këtë që thoje, po që se do të kishe shkuar të kishe ndjekur zgjedhjet në Rusi, në Gjeorgji dhe në Shqipëri. Nuk kanë asë lidhe me zgjedhjet tjera. Në zgjedhjet në Kosovë, Baton... Ukrainë kanë qenë zgjedhje katastrofale. Edhe në Ukrainë, po them. Zgjedhjet në Kosovë. Shiko, Baton, jemi këtu. Maqedonia e Veriut, Kosova, Malizi, ke parë, ndodhe në herë këto situata këtu? Kur? Ti je brenda sistemit dhe njef, këtu, Baton, shteti elektoral është përsosur dhe funksionës si një sistem i tëri mafios. Mafios. Tani unë po të them, 1 është treni bulgar, 2 blerja e votës. Do t'jap argumentin. Në Dibër, Xhelal Mziu, Xhemal Gjungshi dhe Rim Spahiu ndaluan një makinë. Ndaluan një makinë. Dhe i zoti makinës me çantë dhe me kallash në dorë, e kanë pa dhe banorët, iku nga makina, dhe u gjetën aty pound, mira euro dhe miliona lek, të gjitha bashkë në vlerën e 12 milion, lek shqiptari, ishin në vlerë, u gjetën 4.500-4.000 litra naftë, pra të gjitha ishin për të blerë vota. Dhe informacioni ynë, personi që ishte në këtë makinë, i trembur, s'ka njeri pa marrë në telefon, derisa dikush nga skapi i partisë e garantoi rrise do ta vonojmë deri mbas mesazhet që mos ke njerëz dhe vi bëjmë kontrollin. Tani më fal bëj pyetje unë. Ishte flagrancë. Makina tjetër ishte me kandidatin e Partisë Socialiste dhe me 2 shqiptarë që jetojnë jashtë, me 10.000 euro tjetra, mrapa, dhe u garantuan që do të kontrollohen pas orës 3 natës, që kur të mos ketë asnjëri dhe mos shoh kush asgjë. Pra nga masditja, nga ora 7 deri në atë kohën mbajtur, dhe në fund u gjetën. Çfarë janë ato para? Dini gjë ju të ketë vepruar, të jetë arrestuar dikush? Si të arrestuar? Prit, po. Po vërtetuar nuk... Zotri janë duke të thonë lek, lista zgjedhës, lista njerëzish që do bliheshin, pound, euro, karburant. Pash një sekund. Po. Pash njerën unë një makinë, ajo të regonte pjesën e parë, vendin e shoferit, këtë midis vendit shoferit dhe vendit parë, është kjo hapësira që duket si kur është kështu tavolinë e vogël. Dhe aty ishte një zarf me një shuk me para brenda, po ajo nuk vërteton të gjithë ke jenë. Ishte edhe një tjetër video më përpara që shpjegonte se si kalonin disa njerëz, po nuk duke që ishe lidhur me atë. Pra, këto djera, ose po mund të jetë e vërtet, një minut. Duhet i marrë organi e timit
jetoj, dhe të nxjerr konkluzione se ndryshe po jetuat vetëm ju këto. Jo, vetëm i moment. A e din ti, Ylli, prit. Po jetuat vetëm ju këto, Ylli, jo, s'kemi jetuar, ne kemi kapur, jo, prit. A e din ti, Ylli, që në zgjedhjet e 2023-shit, vazhdojnë hetimin 50 qytetarë, të cilët janë të gjithë të pa bukë në shtëpitë e tyre, dhe skapi i heton për krim elektoral të cilët janë gjithë janë demokratë. Asnjëri prej tyre, kur është kontrolluar, nuk i kanë gjetë më shumë se 20.000 lekë vjetra në xhep. Të mund jam dakord. Prit pra. Tani, jo më fal, ligji lejon që ti duhet mbash deri 9 milion, as nuk duhet kaloj skap shifrën 10. Pra, mbi 10 milion nuk mund t'i mbash në xhep ti. Kalosh kufirin. Kudo, edhe në rrugë. Jo. Po ke gabim. Po jo, pra. Ose do të kesh dokument. Po ke gabim. Duhet dish ligjin. Tani në fushat elektorale, ç'ne këto para, ç'ne këto tollona karburanti, ç'ne këto lista bashkëshoqëruar me lista zgjedhje, edhe karta. Edhe karta identiteti në të njëjtin makinë. Dhe të banorët janë dëshmitar. Të bëjmë një marrëveshje, të keqen, të lutem. Tani jo më fal. Ja dëgjoj vllai, shiko. Të bëjmë një marrëveshje të thjeshtë fare. Po. Në qoftë se të gjitha këto gjëra do t'i vërtetoni vetëm ju flamur dhe nuk ka organe, nuk bëjnë ato, që janë të Edi Ramës. Nuk bën Spaku, nuk bën drejtësia, nuk bën kjo, nuk bën KQZ-ja, nuk është shitur Çelibashi, këtu mbaron biseda, ta mbyllim dhe ne pastaj. Shiko, ti mund ta mbyllësh që tani. Jo. Ta mbaroj unë tash? Ka bisedë ke. Mira, them unë që tani unë kur të them unë Ylli, shtet elektoral, ti duhet kuptosh se di mirë çdo të shtetet. Kur e morti? Pra, ta mbaroj, prit. Jo, kur e kuptuat? Prit. Ai kuptuat para. Atë të them unë gjë. Po ai Jo për zotri, ja ta sqaroj unë ty, shtetin elektoral. Unë zotri shkova në Vorë për ta përsëris. Dhe unë mora në telefon policinë. Po. Dhe nxora persona me precedent kriminal. Po e tham atë. Prit. I nxora, kërkova ti nxjerr për jashtë dhe e pat ju, ishte live. A e dini ju dhe me begjo të falsifikuar, a e dini ju që policia në vend që të shpalte ndjekje penale për kriminalët, më nxjerr mua për ndjekje penale. Që shkova të kërkova. Gabim i madh. Jo, po. Ky është shteti, pra ky është shteti elektoral. Çfarë do të thotë? Tani supozojmë. Fal. Amuri që të gjitha gjërat që ti të lutem. Administrata... Po, edhe 30 sekonda dhe marrova. Administrata e gjitha ushtar partije. Prit. A e dini ju, policia e gjitha ushtar partije, kështë shkuar drejtori policisë në Dibër, që gruaja ti ishte kushërira e kandidatit PS-s. E këshin marrë, këshin që para zgjedhjeve, atje vetëm këtë. Prit. Policia, a e dini ju që 2 nëndrejtorët e shërbimit, e kam informacion të sigurt brenda shërbimit unë, pse nuk them 2 nëndrejtorët e shërbimit informativ, kanë nxjerrë listën e gjithë bashkëpunëtorëve të shërbimit dhe kanë nxjerrë listën e gjithë bashkëpunëtorëve të sigurimit shtetit për t'i thirrur dhe për t'i detyruar të bëjnë patronazhim. Unë kam bërë debate pafund me drejtorin e shërbimit. Ajo ka qenë kundër. Kanë bërë debat, ajo ka kundërshtuar, por urdhri e pror ka bërë që ajo të heshtë dhe këta 2 drejtorët e kanë bërë këtë krim elektoral. E kuptoni ju kur skapi me partinë, policia me partinë, gjykata me partinë, shiku me partinë, administrata, zotri, zotri më falë, gjithi një shtet inkriminuar totalisht në funksion të rrëmbimit të votës.